Prizreni është një ndër qytetet më të vjetra shqiptare. Duke qenë i ktill, ai në vete ruan margaritar të çmuar të trashëgimisë kulturore shqiptare. Prizreni, qyteti vjetër ndonse ka psuar shumë nëpër vite, ende në vete e ruan lashtësinë e jetës. Gjatë vikendeve qyteti i Prizrenit është shumë i zhurmshëm. Mysafirë të shumt shfrytëzojnë rastin që sapo t'u jepet një mundësi ta vizitojnë këtë qytet, që siç e quajnë ata qytet historik, pasi ruan në vete një pjesë shumë të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar. Gjatë këtij vikendi patëm rastin të bisedojmë me disa familjar nga Shqipëria, që kishin zgjedhur panoramën më të bukur Buzë Lumbardhit për të shijuar kafen. Prizren është ambienti që është i bukur, pastaj mikpritje. Patjetër është kemia kulturore, pastaj marrim grupin e Përvallës, bëjmë një mallësite, kthehemi. Elida Kuqi bashkë me bashkëshortin dhe fëmijët ka marrë rrugën që nga Bregdeti shqiptar për të kaluar vikendin në Prizren. Ajo thotë se këtu gjen gjithçka që ka nevojë për të kaluar ditët e pushimit. Vim nga Durrësi, kemi ardhur për këtë fundjavë këtu. Na pëlqen jashtë masë qyteti, sepse e shikojmë më tepër dhe në këndvështrimin e vlerave historike dhe turistike gjithashtu. Malësia e Sharrit tërheq jashtë masë vizitor, kështu që edhe ne aty erdhëm dhe u përqendruam, brëm edhe sot. Na pëlqen, vim shpesh me gjithë fëmijët, kështu që për ne është shumë i rëndësishëm si qytet. Ato çfarë duam e gjejmë. Në të gjitha, qoftë edhe në gatim, qoftë në ajrin e pastër, qoftë në bukurinë e qytetit, qoftë në vlerat që ai ka, historia shumë e hershme e këtij qyteti, kështu që këto na pëlqejnë dhe kjo është arsyeja që vim. E për më tepër tashmë që nga viti 1999, mysafirët nga Shqipëria ndajnë mes vete edhe gëzimet familjare. Megjithse nuk janë njohur kurrë më parë, por kaluan ditët e luftës në Kosovë bashkë në pranverën e 99-s, miqësia e tyre është thelluar akoma më shumë, duke mos e festuar pa njëri tjetrin as edhe një ditëlindje. Prizren e kam vizituar gjithmonë kur miqtë e mi kanë pa datinë e fëmijëve apo sebebe tjera familjare. Është kënaqësi që i takoj gjithmonë dhe i ndajmë të gëzime bashkë. Pavarësisht gjithë këtij fluksi të mysafirëve, komuna e Prizrenit ende nuk ka filluar të jetësojë ndonjë projekt të veçantë për turizmin në Prizren. Sipas zyrtarit për informim të komunës Imer Berisha, së shpejti do të vijen sinjalistikat në rrugët kryesore që të orientojnë tek objektet e trashëgimisë kulturore, si dhe do të menaxhohen me kujdes hapësirat publike, që janë edhe joshse për mysafirët. E vetmja që po mundohet të bëjë diçka në këtë drejtim është një OJC që udhëhiqet nga Kujtim Kurthi. Në këtë zyrë thonë se përveç mysafirëve nga rajoni, ka patur shumë mysafirë edhe nga Kanadaja, Kolumbia, Kroacia dhe të tjerë. Sipas zyrtares për informim në këtë zyrë, ata janë shumë të interesuar për objekte të vjetra karakteristike të Prizrenit, objektet e kulteve fetare, prodhimet vendore si vera, djathi i sharrit dhe veshjet tradicionale.